tani, çështja madje e Carlo Bolinës ka shkuar në një gjyqtar tjetër. Shkojmë në gjykatën e apelit. Lihet në fuqi vendimi i Renës. Tash, çdo gjë ishte me urdhër politik. Dhe ndaj këtij vendimi unë bëj rekurs dhe shkon çështja në gjykatën e lartë. Ja ku e kam dhe rekursin në gjykatën e lartë. Në kundërshtim me ligjin, në treshen e gjykimit të kësaj çështje janë gjyqtarët Ilir Panda, Sokol Binaj, Sander Simoni. Unë nuk marr fare informacion për këtë çështje, vetëm marr vendimin që kishin marrë për mos pranim rekursi. Tani, pse themun që unë dhe në dy argumentat kryesore që kam ngritur në rekurs, kam ngritur shkeljen e procedurës. E para kam thënë, neni 15 e vijuesi kodit procedurës penale, e detyron gjyqtarin të japi dorëheqje, përpara se edhe vetë pala të kërkoj përjashtimin, nëse është në konflikt interesi me palën, apo me familjar të palës etj. Ndërkohë, unë nuk isha vetëm në konflikt interesi me Irenën me disa mbiemra, por kisha thënë në rekurs që vendimi mos fillimit është marrë teja fateve të parashikuara nga ligji, se nëse ti rekursin që ligji thotë e ke 45 ditë, ta çosh në gjykatën e lartë për 46 ditë, gjën e parë e nderuar, di çfarë bëjnë? Thotë mos pranimi i rekursit është teja fateve. Ndërkohë këtë isha kërkuar unë, por e treta dhe më e rëndësishmja ishte që këta tre gjyqtarët, a mund ta gjykonin këtë çështje? Ja ku është kallëzimi penal që unë kam bërë në shtator të 2024-s. Ndaj po tre gjyqtarëve, pra nuk është një kallëzim penal që unë e bëra gjatë procesit, e bëra për të shtyrë procesin apo për të përjashtuar gjyqtarët. Tani të më dali një jurist dhe të më thotë që këta tre gjyqtarë nuk e kishin detyrimin të jepnin dorëheqje. Pse këta e kishin me kaq zell të madh që të merrnin pjesë në këtë çështje? Por siç e thash, sa dushët dhe sokolët e partisë kishin marrë urdhër që ta mbyllnin këtë çështje. Por ata nuk e din shumë mirë që edhe nesër që unë jam e bindur çfarë vendimi do japi gjykata kushtetuese, sepse janë të gjithë bandit të veshur me toga të zeza në shërbim të këtij regjimi. Por do jetë gjykata e Strasburgut që do ta zgjidhë një herë mirë këtë çështje, edhe për t'i treguar dhe këtyre që këta mund ta kenë konfliktin e tyre personal me Adriana Kalan, me zotin Berisha, me Partinë Demokratike, po nesër kur të lexohet ky vendim për turpin e tyre, ato si do ta justifikojnë? Pra ju e keni vendosur që kjo çështje do shkojnë në Strasburg? Patjetër. Në mënyrë të padiskutueshme, në fund të shtatorit e çojmë në gjykatë kushtetuese. Tani të marrim dhe një problem tjetër. Ja ku është rekursi. Siç lexohet, unë them kundërshtimi i vendimit numër datë të gjykatës së apelit. Çfarë thonë këta ushtarët që i bëjnë vendimet në turra vrap për t'i shërbyer? Thot kundërshtimi i vendimit prokurorisë së gjykatës së shkallës parë. Një gjë që unë se kam bërë. Pra, ja shikojeni, kush është objekti i rekursit tim dhe çfarë objekti vendosin ato, ky objekt ka qenë në vendimin e konfliktit kompetencës. Pra, ata asa objekti nuk e lexojnë. Jo më të lexojnë dosjen e të lexojnë rekursin. Pra, thash dhe njerë, duhet jepnin dorëheqjen, se janë konflikt interesi me mua, me Partinë Demokratike, jo me mua personalisht. Patjetër, sepse Partia Demokratike është kallëzuese e këtyre tre personave, por Partia Demokratike është dhe rekursuese. Dhe thot ligji në mënyrë të qartë